Një histori të cilën ne kemi publikuar edhe sezonin e kaluar, bëhet fjalë për një vajzë shqiptare e cila edhe ajo është rrëmbyer, mendohet se ka shkuar drejt Italisë. Bëhet fjalë për Merita Bregun. Unë do doja të gjithë së bashku të ndiqnim historinë e saj. Një histori vërtet e dhimbshme. Familja e Meritës ka kërkuar për vite të tëra. Babai i saj, i cili nuk jeton më, është larguar nga jeta një vit më përpara, vinte gjithmonë në studion ton për të kërkuar fatin e vajzës. Fatkeqësisht ai u largua nga jeta pa marrë vesh të vërtetën e Meritës. Sonte me ne ndodhet vllai i saj, i cili pret të zgjidhë enigmën e motrës së tij të humbur, Merita Bregu. Mirëmbrëma dhe një herë, mirë se keni ardhur. Do doja të gjithë së bashku të ndiqnim cila është historia e Merita Bregu dhe kthehemi më njëherë në studio. Ma kanë marrë vajzën. Në 96-ën e ka marrë Spartak Islam Kreka nga Korça. Kanë kaluar më shumë se 10 vite që Merita Bregu, vajza nga Dvorani i Korçës, ka humbur kontaktet me familjen e saj. Gjithçka nisi atëherë, kur ajo ishte veçse një adoleshente. Që prekshë të urtë, punëtore, nuk që ta kuptonja që të bëtë këto avaza, këtë ma marrë me qafë që për mua. E në i që në punë. Kër e një herë të më shtëpi, kër në thonë ka ikur vajza. Me njëherë duke dyshuar se vajza ishte marrë për të trafikuar, prindrit e saj denoncuan në polici, por personi që i kishte marrë deklaronte se e donte dhe do të martohej me të. Kam denoncuar në polici të Korçës që nuk e kanë marrë për të jetuar, po e kanë marrë për të shitur. E deklaroj jo këtu, po e deklaroj në çdo institucion dhe në çdo vend që të jetë e nevojshme për vajzën time. Në muajin janar të vitit 1997, asaj që prindrit i druheshin ndodhi. Merita shkon në Itali së bashku me të ashtuqjueturin bashkëshortin e saj. Pas insistimeve të vazhdueshme të prindërve, policia e Korçës e shpall atë person të humbur. Në datën 24 janar të 1997-s, më vjen kryeplaku i fshatit dhe më thotë mos ka erdhur vajza në shtëpi. Jo, thash unë vajza është martuar dhe është me burri, kam thënë. Kryeplak, jo, tha, ajo ka ikur. Policia nuk më erdhi në ndihmë as edhe një rast. Që të më jepte një rast, një si qyrë takime që bëra, më thoshin mua i ka ikur natë, nuk e di ku i ka shkuar, nuk e dim nga ka ikur. E kemi shpallur person të zhdukur, ta pranoj policia e Korçës, që e ka shpallur person të zhdukur. Nuk e ndiqte, është muhabet tjetër. Kaluan shumë kohë dhe familja nuk dinte asgjë për fatin e saj, veç se disa fjalë që mbërritën si gojdhëna. Rastësisht në tren 2-3 çuna nga Peqini sipas të dhenave të këtij fshatari tim dhe më thotë kur kthesha nga Tirana kam takuar 3 çuna ipën në Peqin në tren për të ikur në Greqi dhe më pyetën nga je nga Dvorani dhe në momentin më thanë ke njojtur Merita Bregu. Jo, tha për moment jo, kur gjatë kalimit të kohës shkon tërmend po, tha ku e keni njojtur? Tha kjo vajzë, tha, është diku, tha, në një kolegj, tha, në Itali, tha, jemi shumë të sigurt të neve. Kërkimet e vazhdueshme në institucione shtetërore, kryqin e kuq dhe avokatin e popullit, nuk dhanë asnjë përgjigje. Vetëm pasi kaluan 9 vjet, Merita Bregu dha shkëndijën e parë të jetës. Në janar të 2006 më marr lajmin më të gëzuar që unë vajzën e kam gjallë. Unë habitem dhe e kam marrë nga disa motra franceskane me seli në Bilisht. Ambasada shqiptare në Rom dërgon një prokurë të posaçme, me anë të së cilës Merita Bregu autorizonte një murgesh të urdhrit franceskan të paraqitej në zyrat shtetërore shqiptare dhe të nxirrte një pasaport për të. Në këtë moment, policia e Korçës e shpall Meritën të gjetur. 20 janar të 2006 ka marrë lajmin unë si prind për herë të parë që vajza është gjallë. Dhe policia tash mbasi dolli gjallë mua më heq nga persona të zhdukur. Mbas disa kohësh më ka erdhur inspektori i zonës dhe më ka thënë me urdhër të nën drejtorit të policisë të Korçës, dashketi nuk dashketinë, pasaporta do t'i shkojë vajzën. Por prindrit asnjëherë nuk kontaktuan me vajzën. Dhe beskat i thonë vajzës tjetër. I thonë
Hola, si që i thonë, ti ke një motër, ku e ke? Ta dim ku e ke. Ke ma i me qarë fëtyrë ka, qarë sy ka, qarë drejtim, më ka flokën, më ka rëshos, jë ma i mend. Dua të atakoj ti të gjë njërë zenë, ku e kam patur tumbër në 9 vjetë. Të të gjë njërë zenë, njërë, sa zë ka, e ka marruar zenë fare, e ka marruar. Vetëm shpia, familja ime ti, qara apel ti për më shumë, që të bëj një kontakt me neve. I lutem edhe njerë për një fat tjetër, që sot vëlla i saj ka vajzën e ti, 7 vjeçare, ku kurohet në spitalin Papa Gjorgjia në Selanik për problemet e zemrës. Në rast se është në rrugën e Zotit vajza ime, i lutem të kontaktoj me vllajin që as butë disi këto plagë që ka patur në zemër. Le të shpresojmë Zoti kujtim që të ketë dëgjuar sonte dhe në thirrjen që ju i bët. Unë i lutem shtetit, presidentit, kryeministrit, i lutem ministrit të jashtëm, ministrit të drejtësisë, i lutem dhe ministrisë të rendit, ku unë dua nga të gjithë këta persona mbasi janë dhe prindër vetë, të më jepet mundësia të shkoj dhe të bëj takim vetë një pjesëtar i familjes sime me vajzën. Në qoftë se Merita ka grumbulluar në shpirtin e saj diçka, cila është ajo që ju do t'i thoshet në këto momente, sikur t'ju dëgjonte, t'ju t'ishte në anën tjetër të ekranit dhe t'ishte para receptorit të telefonit? Po unë vetëm një gjë dua t'i them Meritës, që në çdo kushte të jetë Merita, në çdo situatë të jetë Merita, në çdo gjendje shëndetësore të jetë Merita, të kontaktoj me familje. Nuk do të largohemi nga kjo studio nëse ne nuk dëgjojmë zërin e Merita Bregut. Pra edhe një herë, merr receptorin e telefonit, mos dëgjoj askënd, haroj të gjitha dhe thuaj babait që jam shëndoshë mirë.